Ja kështu aktualiteti shqiptar. Kemi ças kemi këtë javë, kemi ças kemi këtë periudhë. Fillon dhe fushata, jo në Tiranë, po në Tiranë natyrisht do të zej, do të cjen televizorët. Në televizor do të keni të njëjtat aktor, fytyra të cilët paguhen dhe në darkë fillojnë pa debat. Nuk është do të më lutem një sekond. Që ju tojnë, edhe ju thoni çaj tha ky aty, ndërkohë ju kalon i gjithë realiteti dhe karvani me DV të pushtetit vazhdon e ecën rrugën e vet. Kalon karvani, thasët me Flori vazhdoi kalojnë, ndërkohë që ju merrni çfarë i tha ky aty. Gjithsesi, në këtë emision përpiqem në mënyrë të pavarur, themi ndonjë gjë nga ato që ne mendojmë. Ta themi me sinqeritet, pastaj ju gjykoni dhe rrifeni me mendjen tuaj. Ndër argumentat e kësaj periudhe, të lutem më ndihmon Kristiano, kemi këtu. Berisha, Shqipëria nuk i plotëson kriteret e BE-s, veç atij gjeostrategjik. Atëherë më rini pak këtu. Ka thënë Sali Berisha, jo maja icebergu, po në një iceberg të madh sa mali Dajtit, ka kputur një copës të vogël sa ajo që hidhet një gotë me ujë tonik. Veç atij gjeostrategjik, nuk plotëson kriteret e BE-s, veç atij gjeostrategjik. Ore, keni pyetur ndonjëherë veten kur Rama ju thoshte në fushat. Është hapur një port për Shqipërinë që nuk kthehet më dhe nuk ri gjithmonë hapur. Është hapur që ne të hyjmë në këtë periudhë sepse është një kriter gjeostrategjik. Kanë marrë njerëzit çrëndsi ka që është hym. Ç'është ky kriter gjeostrategjik? Me të shmendoj unë kriteri gjeostrategjik i Ramës. Ju e dini që me ardhin e Donald Trump në 2017 që u ul në karike dhe në 2025 që u riul në karike, goditet të mëdha Trump ka marrë përsipër t'i bjerë globalizmit, të majtës ose neomajtizmit. Pra internacionale do jetë botare, thoshte Marxi me Engelsin, është transformuar nga Soros me kompani në globalizëm, në kulturën woke, në shkatrimin e familjes, në shpërthimin e qindra gjinive dhe përkatësive, në mbylljen e gojës, heqjen e lirive, e kështu me radhë, pra, kthimin e një skllavëri moderne. Donald Trump është kundër, por një rrym shumë e fuqishme brenda Amerikës, por mbi të gjitha në BE. Në BE, kjo linjë sa më shumë presion, aq më shumë nguten këta, me Macron e me shok. Dhe ja ka lënë Shqipërisë derën hapur, thonë shpejt, futu urgjent. Duke përfituar pikërisht nga fakti që Rama është pjesë e asaj agjende. Pse është Rama pjesë e asaj agjende? Do t'ja u themon më nxirr çik tjetrën, të lutem. Projekt ligji për barazinë gjinore. Edhe këtu do rrisë s'ka rëndësi, gati depozitojmë anë, doli para në 2 javësh Toni Gogu, pastor, Gjoja, dhe tha na e kërkon Europa. Ky projekt ligji për barazinë gjinore, përveç faktit që shbën identitetin mashkull-femër, e shbën, po vendos kritere, pune dhe ekzistence sociale përmes biles ose pjeshkës. Pra, do të ketë një kuotë rrushi, pjeshke, kajsie, banane, kështu do të ndërtohet një administrat, një vend pune. Edhe këtu duhet kemi një burr, një grua, një gej, një lesbike, një q, një l, një p. Ky është ligji. Se na e kërkon Europa, tha Toni Gogu, dhe na e kërkon ta miratojmë brenda vitit. Do të thotë, ajo që thoshte Berisha geostrategjike. Geostrategjike është Europa do të fusë edhe një copë në territori, siç është Shqipëria, brenda kësaj agjende globaliste, e cila është në antitezë me Trumpin. Dhe nëse ju e shihni Edi Ramën kaq të sigurt në sjelljet e veta, kaq
humorist në këtë ndërkombëtarët, në sallonet ndërkombëtare, siç ishte me Macronin, dhe i tregonte barsoleta për Trumpin, kaq trim, është pikërisht kjo gjë. Natyrisht, nuk rrinte dot në varkën e Trumpit, ka kaluar në varg, ose ka kaluar me të dy këmbët në vargën e Europës, me shpresën që ata do ta marrin, do ta bartin në udhëtimin e tyre woke, majtist, globalist, skllavërus. Si çdo ndodhi, doktor Berisha si takon dhe këto që po them unë i thoshte doktori. I takon doktorit të djeg me zjarr parlamentin ditën që ky ligj të futet. Dhe jo doktori, por është akt patriotik. Ktu është goditje kryq ndaj ekzistencës së qenies njerëzore, në atë kuptim që ka bërë Zoti, në atë kuptim që e njeh shkenca, në atë kuptim që e njeh etika dhe gjithçka tjetër. Zhbëhet njeriu. Dhe ajo ditë është ditë lufte e armatosur për vazhdimin e ekzistencës njeriut apo anti-njeriut. Është luftë mes doktrinës konservatore të mbrojtur e përfaqësuar nga Donald Trump, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe të mbrojtur nga njerëz pa fe, pa dhe pa gjini, anti-njerëz, të cilët po kërkojnë skllavërimin dhe tjetërsimin e individit. Kalojmë. Kandidatura jonë për avokatën e popullit është Besim Drejgjoni, thotë doktori. Ç'mu desh mua kjo? Për një kohë gjatë në emision ka qenë pjesë avokati Erald Daga, i cili faktikisht nuk vjen këtu më për një arsye hynore. Është bërë baba. Duke qenë baba, duke patur një djalë të mrekullueshëm, detyrohet ti përkushtohet. Dhe nuk ka gjë më hynore në kohët sidomos ku jemi. Është detyrë ndaj Zotit, ndaj familjes, ndaj vetes, ndaj sistemit, ndaj njeriut, të merresh me fëmin tonë. Dhe avokati nuk ka më kohë të vi të merret këtu. Natyrisht ne jemi në kontakt vazhdueshëm se është mik i ngushtë jemi. Një njeri që vlerësoj jashtëzakonisht, po s'ka kohë fizike të vinë në emision se ka kohën e vet, ka të gjithë kohën kushtuar djalit, birit. Ky Erald Daga, me veti të jashtëzakonshme profesionale, po mbi të gjitha njerëzore, ka mbledhur firma më shumë se kushdo nga të gjithë grupet parlamentare, me integritetin që ka. Ka marrë dhe firmat e Partisë Demokratike. Dhe janë disa kandidatura. Tani shkon Berisha, nga ato kandidatura, ne kemi këtë, thotë. Po mirë, dakord, ju keni këtë. Po këta, se kërkon Partia Demokratike një kandidat për Tiranën të pavarur, ndërkohë që për avokatë të popullit kërkon këtë. Ndërkohë, avokati i popullit pikërisht do të ishte një figurë me reputacion, me integritet dhe dignitet profesional, jo se s'është Besimi, më kupton? Po Besimi nuk është avokat. Ndërsa Erald Daga është person që ka qarë beteja edhe pa pagesë dhe kauza civile dhe të aktivizmit. Kështu që, i dashur doktor, o jemi të shoqëria civile, o pastaj vazhdojmë me shoqërinë ushtarake, çfarë thot Armiri. Dalim tek, me që ishim tek shoqëria ushtarake, dëgjoni çik. Ka dalë dhe me kufje, ky se ka bën dhe podcast, është gjithanshëm o vlla. Ora vetëm ne dhe Venezuela kemi fatin të kemi udhëheqës të tillë. Ne kemi zotin Rama, ata kanë zotin Maduro. Maduro ka podcast, Maduro kërcen, Maduro xabanezësh. Ne dhe Venezuela kemi fatin e madh. Dhe në një nga këto podcastet, i madhi Edi Rama thot, investojmë në dron me kamera termike për të detektuar zjarret. Shikoni, në shekullin e parë të mijëvjeçarit të tretë pas Krishtit, të investosh high-tech teknologjinë më të lartë ndaç detektimit, ndaç të fluturimit, ndaç të investigimit, për të parë tymin që njeriu e ka parë që 10.000 vjet para, me tym njerëzit janë sinjalizuar. Juve e dini, natyrisht e dini se keni bërë në shkollë, po kështjellat e Shqipërisë janë ndërtuar në formë të tillë që të shiheshin me sy nga njëra tjetra dhe komunikonin me tym dhe me zjarr për mesazhe të ndryshme për ardhmen e armikut e të tilla.
zjarri është dalluar përmes tymit, më thot Cristiano, po si ka mundësi, thot Cristiano, duhen dron, thot Cristiano, për të perceptuar në këtë shekull tymin. Gjeni ju, ma gjeni. Cristiano, më gjeni gjë tjetër të keqen vllai. Hajde, bravo. Tabaku, ndërtimi mund të kthehet në një fluks të rrezikshme për ekonominë shqiptare. Jam 100% dakord përveç kohës dhe mënyrës së foljes. Lajmi duhet ishte tabaku, ndërtimi tashmë është një fluck e rrezikshme për ekonominë shqiptare. Dhe bashkë me ndërtimin, unë e kam thënë që është bashkëngjitur dhe turizmi. Është një fluck që mbështet këtë fluckën e ndërtimit. Ndërtimi është një fluck ekonomike, si shtam që janë shifra, kaq përqind ka rritje, kaq përqind tash janë turur IT-s për të ardhur e këto budalliqet e tjera. Në Shqipëri, ajo që jep të ardhura, pa çari koke, po natyrisht që kryen dhe funksione tjera, pastron para, ku duhet më the, tash mos e hapim gojën shumë, është një fluck ekonomike. Dhe si pasojë kësaj flucke ekonomike, kanë shkuar çmimet kështu si kanë shkuar, është deformuar tregu e kështu me radhë. Dhe për t'i thënë të nderuar kolege që jo mund të kthehet, i ka vdek nona, është fluck, edhe prit kur të pëlcasi se sa e rrezikshme do të jetë, më dil këtë tjetra Cristiano. Më dil tek lajmi tjetër që unë t'i them çmimet e apartamenteve në Shqipëri u shtrenjtuan 8 herë më shumë se në BE. Shiko, e ka shqiptare.com është gazeta Carlos, se mos mendoni që ka syri i Saliut apo ndonjë. Shqiptare.com është më afër Edi Ramës se çdo gazetë tjetër. Çmimet e apartamenteve në Shqipëri u shtrenjtuan 8 herë më shumë se në BE. Në 6 muaj më parë u rritën 14.6% krahasuar me vitin e kaluar. Çfarë ka ndodhur? A thua ka ndonjë boom ekonomik Shqipëri? A thua ka ndonjë boom demografik? Pa ishim 2.400.000 dhe u bën 3.600.000 me një herë dhe duan njerëzit shtëpi? Vazhdojmë reduktohemi, vazhdojmë të kuremi, ndërtojmë shtëpit. Pra, jo fluckë ekonomike, po është spekullim i pastër, dhe kur të shpërtheu nuk e di se çfarë do bëjmë copat e këtij shpërthimi. Fluckës ekonomike të ndërtuar, të cilës është bashkëngjitur me flucka e turizmit, e cila betonin nga Tirana dhe qytetet e mëdha ka filluar ta spostoj ta derdhi lum në breg të detit. Se do vinë turist, ka nevojë për resorte, ka nevojë për gjithçka, betoni, flucka tjetër. Eci dashur Cristiano. Renditemi pas Kenjas. Për çfarë? Raporti ndërkombëtar Shqipëria mes vendeve me cilësinë më të ulët të jetës në botë. Unë nuk e di si jetohet në Kenja, po qëse Kenja jeton afërsisht si ne, mirë ata. Kam patur rastin të kontaktoj në këtë periudhë me të ardhur nga Madagaskari që punojnë nëpër kompani shqiptare. Vinë, moment që mbrinë në Shqipëri, ndodh një gjë e padëgjuar. I marrin pasaportat padronët. Dhe këta e sklever, këta duhet punojnë nga 12 orë, pa ore jashtë orarit, pa të drejta, pa të shtuna djede, duhet punojnë, dhe në moment që kërkojnë pasaportën e tyre, i thot padroni, thot, do kesh probleme me mua, thot, po i ktheu në punë, pasaport s'ka. Dhe këta nga Madagaskari, thot, ne erdhëm në Europë, thot, po që nga më keq se në Madagaskar. Që ne jemi më keq se Madagaskari, këtë ma kanë thënë ata vetë. Me Kenya, kjo Kenya ndodhet në Afrika më shtypjen, por që nga mbi ne, aty afër nes më vjen keq për këta, jo për gjë. Lajm tjetër, lutem. Ashtu, dhe me këtë do ta mbyll, keni dëgjuar shpesh, që kur isha i vogël dëgjoja gra me përvoja jo të mira me mashkullin që thoshin burrat janë si qeni. Sot tek syre kam gjetur përgjigjen. Mjekrat e burrave mund të jenë një fole për bakteret më shumë se trupi i qenit. Pra, ne burrat që ngemi jo si qeni, po më keq se qeni. Prandaj burra, ruajeni mjekrën që të mos jemi
si qeni. Ky ishte kohë për thyer gjithë atmosferën e aktualitetit shqiptar. Ju përshëndes fort bashkë me Kristiano Xhanarin dhe Zjarr Televizion dhe me shpresën e Zotit, nëse do të vazhdoj fushata, do të shihemi të hënën tjetër. Natën, miru takofshim.